Vendet europiane po përgatiten për një konflikt të mundshëm ushtarak me Rusinë, ndaj Serbia duhet të forcojë ushtrinë e saj, deklaroi Aleksandar Vučić, teksa komentonte pohimet e shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura franceze Fabien Mandon, i cili nga ana e tij pohoi se ushtria e Francës duhet të jetë gati për një përballje me Moskën brenda 3 deri në 4 vitesh. Ndërsa analizoi faktet, arri në përfundimin se një luftë mes Europës dhe Rusisë po bëhet gjithmonë më e dukshme. Këto nuk janë fjalë boshe, të gjithë po përgatiten për këtë, u shpreh Vučić. Serbia sipas tij gjendet në një pozicion të vështirë mes objektivave kontradiktore të ndjekura nga vendet perëndimore dhe Rusia. Kryeushteti serb insistoi se vendi i tij duhet të vazhdojë të forcojë forcat armatosura për vetëmbrojtje. Në këtë kuptim ne duhet të përgatitemi, duhet të vazhdojmë të investojmë shumë dhe të punojmë në mënyrë që të mund të mbrojmë më tej vendin tonë, të forcojmë forcat për mbrojtjen ajrore dhe mbi të gjitha të përpiqemi të ndërtojmë një lloj kupole mbrojtëse mbi Serbi, çka është shumë e vështirë dhe kërkon mjaft para, ishte komenti i Vučićit. Beogradi ka investuar ndjeshëm vitet e fundit në modernizimin e ushtrisë, duke bler tanke, helikopter, avion dhe sisteme të mbrojtjes ajrore.